Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin javor nga data 9 deri më datën 15 qershor të 2025. Duket se kemi të bëjmë me një javë me disa ndryshime të vogla ku merren parasysh çështjet e së shkuarës dhe marrin zgjidhje. Është një mundësi shumë e mirë sepse kemi dhe ndikime planetare ku neve na ndihmon shumë gjë e tillë, ku kemi të bëjmë shumë edhe me çështjet që lidhen me anën e komunikimit, lidhen me anën e takimeve, bisedimeve të rëndësishme që ka të bëjnë tani e tutje. Kemi të bëjmë shumë mbi komunikimin sepse ndikimi që ka të bëjnë në lidhje me disa shenja, por edhe mundësitë që do të na jepen, por duhet të shfrytëzojmë në maksimum që neve të përfitojmë nga kjo gjë. Pikërisht kjo javë le të hedhim një sy ditëve çfarë ndodh dhe si mund të kemi një ditë të rëndësishme për marrjen e një vendimi të rëndësishëm apo diçka tjetër. Kemi datën 9 qershor. Data 9 qershor ku Mërkuri kalon në shenjën e Gafores, ku do të qëndrojë deri më datën 26 qershor, duke bërë një ndikim dhe kuptim të gjërave të mëdha, që na jep mundësinë në çështjet e punës dhe të çështjeve të jetës së përditshme dhe lidhjeve të reja. Edhe pse është një nga pozicionet më të forta për kujtesën dhe përshtatshmërinë. Pozicioni i Mërkurit në Gafore thekson emocionin dhe ndikimin e objektivit ajo që kemi neve të bëjmë. Është një pozicion shumë pozitiv për të zgjidhur çështjet familjare, çështjet e pasurive të paluajtshme, për të forcuar marrëdhëniet tona dhe në familjet tona. Por gjithashtu, ose ata që konsiderojnë familjen edhe për të udhëtuar destinacione apo ndryshime shumë të mëdha që do kenë në familje, sepse mund kemi dhe shtesa, pra edhe pasurive të paluajtshme, edhe gjërat e tjera të pazgjedhura më parë zgjidhen pikërisht në këtë javë. Ndikojnë pozitivisht shenjat siç është Gaforia, Akripi dhe Peshqit, të 30 diqët të këtyre shenjave. Mërkuri nga Gaforia në ndikimin e vet nga mbasditja e datës 9 formon një katërkëndësh me Saturnin, duke ndikuar në çështjet e natyrës së vet, sepse Mërkuri është gjithmonë komunikues dhe drejtues i disa gjërave që neve kërkojmë. Dhe kjo do të thotë që ka të bëjnë disa në lidhje për mbasditjen e theksoj, që ka të bëjnë me ata që lidhen me komunikimin, me kompjuterat, me mjetet transporti, me disa çështje që kanë bëjnë disa vonesa të vogla. Prandaj ju them që të keni mundësinë që mbasditjeve mirë është që t'ja shkaloj disa gjëra të vogla që mos të nxitojnë në këto çështje. Ajo që t'jenë më të vëmendshëm nga mbasditja mbas orës 17, 18, 19, këto orare, 17, 18 dhe 19, pak vëmendje, do të thotë Dashshi, do të thotë Gaforia, do të thotë Peshoria dhe Bricapi të 10 diqit parë, ose ata që kanë aksidente në këto shenja. Është mirë të shmangni nëse keni të bëni ose disa bisedime të rëndësishme, ose disa çështje që lidhet shumë për sa i përket punës, sepse lidhet këto orare janë të mira ti anashkaloj, ose ti bëjmë përpara, pra në ndikimin e mëngjesit në ora 7:00 për shembull deri në orën 12, 13, domethënë që është perfektja, por mbasditja pastaj që futet deri në orën 12, 12:30 një natës është ky harko kohor pak problematik. Prandaj do të jemi të kujdesshëm që të jemi sa më të qartë në këtë aspekt. Ndikimi i afërditës nga shenja e Dëmit dhe mundësia që ka të bëjnë në lidhje me takime të ndryshme në mundësi të punës apo të parave, duhet pasur pak vëmendje, mos prishim më shumë se ç'duhet, sepse ai sa merrni i prishni por nuk ngelen lek në xhep, që ka mundësi thoni ju. Ka dhe një sekret kjo, por do flasim pak më vonë. Kemi datën 10 qershor, në fillim të ditës ku Jupiteri pas 12 vitesh kalon në Gafore. Në shenjën e egzaltimit, të domethënies dhe një shenjë që formon anën më të mirë të jetës, të familjes dhe të ndryshimeve të mëdha, me cilësitë nga më pozitive. Jupiteri nga Gafore do të jetë në
kundërshtim me Saturnin, sepse Jupiteri do të mbetet në shenjën e Kafores për një vit të plot, ku në fund të qershorit të 2026 ai do të favorizojë deri në fund të qershorit. Pra, ai do të favorizojë shumë çështjet që lidhen me familjen, çështjet që kanë të bëjnë me ndikimin e madh të blerjeve, sepse është ndikimi shkëlqyer për blerje, shitje pasurish palujshme, rinovime kontratash, mundësi dhe fitime kolosale. Favorizohen shumë udhëtime pune, udhëtime dokumentacioni, aplikime, na jep shumë gëzim dhe favorizohen veçanërisht shenjat e ujit, gaforja, akrepi, peshqit, ose ne kanë ascendente në këto shenja. Po të vini re, disa shenja kanë një mundësi të ardhë, dhe pikërisht kur kemi në shenjën e Kafores, që duket se në shenjën e Kafores ka të bëjë shumë pikërisht Jupiteri, dhe kjo është një mundësi që duhet ta shfrytëzojmë në maksimum, dhe ndryshimin e madh që do të vinë ka të bëjë shumë me anën e punës. Gjithashtu, na heq veset tek qia, duhanin, çështjet negative që mund të kemi, e kështu me radhë, është një ndikim shumë pozitiv. Data 11 qershor. Kemi një hënë të plot qershor që formohet në boshtin binjak shigjetar. Këndi kryesor, që është që trekëndshëm me Marsin në Luan, që punon në mënyrë dinamike dhe na jep mundësinë, na jep stabilizimin, korrektësinë. Është një moment mjaft i mirë. Pra, e kemi thënë si qershori çfarë sjell në vazhdën e vet, në rrugtimin e vet, gjëra më madhore, gjëra që nuk diskutohet, që zgjidhen. Dhe kanë filluar madje dhe në zgjidhje të problematikave. Sidomos për ata që kanë pasur probleme ligjore, për ata që kanë pasur kanë aplikuar për një vizë nuk e kanë marrë, ose për disa dokumente nuk e kanë marrë akoma, e shumë gjëra të tjera, por është një moment mjaft i mirë dhe mund të quhet me plot bindje fantastik, sepse lidhet me punën, sepse lidhet me gjëra të mëdha, për ndryshimet, për vendimet, për mundësitë, për karrierën, për çështjet pazgjidhura problematike, për gjëra të tjera që do të keni tani në tutje. Dhe vërtet është diçka shumë pozitive me këtë hënë të plot, sepse gjithmonë ka ajo ndjesia, do të themi ne, që ka të bëjnë me anën e pozitivitetit ose gjërave të tjera. Favorizohen shumë udhëtimet, veçanërisht në vendin që keni të bëni me punën tuaj, me jashtë shtetit, për shembull Europa, në botë ku do ndodheni juve, ndikojnë shenjat e ndryshueshme, që janë binjakët, shigjetarët, virgjeresha, peshqit, që kanë lindur në fund të dhjetëdijçit të dytë, fillim të dhjetëdijçit të tretë, ose ata që kanë ascendenten në këto shenja. Gjithashtu, në këtë ditë, datës 11, mbajini mend këtë datë, në të njëjtën ditë formohet gjashtkëndshi i Mërkurit me Afroditën në një kënd pozitiv në komunikim, kontaktet, persone profesionale, mënyrën e punës, zhvillime pozitive dhe ide perfekte. Kjo do të thotë disa kontakte harmonike, ndikojnë pozitivisht te gaforet, akrepat, peshqit dhe ndikimit tjetër që kanë bënë me anën e mundësisë, sepse ka bënë dhe një, përse nëse do ta flasim, domethënë, më mirë është e udhës që ajo që nisim, nuk duhet ta betisim, nuk është më mirë që gjë që e bëjmë dhe me zemër, e bëjmë me djersën tonë, dhe kjo të eci sa më përpara, dhe është një moment shumë i mirë, dhe nuk ka vend për të shqetësuar në gjëra që do të visit, do të kemi dhe disa ndikime, jo gjithmonë është vaj, por me thënë se juve keni dhe mundësinë tuaj, keni dhe kohën tuaj për ta rregulluar i gjë të tillë, dhe kjo është koha më e mirë e mundshme për të zgjidhur çështjet nga më problematike, sepse gjithmonë ka të bëjnë me anën e profesionit, sepse profesioni është ai që niset dhe koha që ka të bëjë. Jo e diçka që tjetë ngul shkull, nuk është e diçka e sigurt, por ka siguri. Ajo ka ato që duhet bërë, duhet të nisni diçka, duhet të bëni diçka që për juve është aja dhe zhëja, për juve është ajo mundësia dhe çështja e rëndësishme dhe korrektësisë suaj. Kemi datën 15 qershor, ku data 15 qershor duket se Marsi nga Luani dhe Urani nga Demi takohen në një katërkëndësh, një kënd me fuqi të lartë, që veçanërisht në mënyrën që si të menaxhojmë, të kemi rezultate përkatëse. Lidhje me paratë, pse shpenzojmë më tepër dhe pse nuk mund të ruajmë diçka më njanë. Ky kënd na ndihmon se si të menaxhojmë gjërat dhe kemi mundësinë që t'ja dalim sado vështirë, por do kërkohet ndryshim.
Në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me punën, në lidhje me çështjet ekonomike financiare, në lidhje me kokforcinë e disave që kanë pasur disa probleme më përpara, po vjen një moment tani për ta zgjidhur çështjet e tillë, sepse është koha, edhe pse ka të bëjnë ky kënd disa ditë, mundoni që të jeni korrekt në datën 15, do t'ju duhet që të bëni disa takime. Por për këtë datë, unë do thosha nëse jeni të gatshëm ose të sigurt, është mirë që ta bëni paradite. Në asnjë mënyrë mbas orës 12 të ditës, sepse nuk është si ta them, nuk është ajo çka ju e prisni ose çka ju e doni të veproni të bëni. Duke pasur parasysh, kjo ka një ndikim shumë mirë sepse shenjat impulsive, dashi, gaforja, peshorja, bricapi që kanë ndikim në këtë drejtim dhe një mundësi e ardhur që ata do nisin diçka, duket se tani ka ardhur koha dhe momenti për të parë se çfarë do të bëjnë në vazhdimsi. Kështu që mos u shqetësoni fare, sepse është dhe koha tani për të rregulluar, stabilizuar. Sepse dita e diele, datës 15, është disi që vërtet mund që të bëni shumë gjëra, të nisni shumë gjëra në një kohë, të lëvizni, të bëni ca levrime të ndryshme, ca lëvizje afatgjat për punën tuaj, por të tjerët mund mos ju lejojnë për atë që juve doni të bëni, por gjithsesi është pikërisht një javë me fuqinë e madhe të shpirtit dhe të drejtës suaj. Dhe kjo bën që juve të jeni atje ku dëshironi dhe adhuroni për veten tuaj. Prandaj mos e lini pas dore në asnjë mënyrë, sepse është pikërisht kjo periudhë, është pikërisht ky moment dhe momenti më i mirë i qenë ndonjëherë në lidhje me këto çështje. Dhe pikërisht ky moment është i juaj dhe është funksional për të zgjidhur çështjet problematike dhe momentet e arta. Një mundësi gjithashtu e mirë që është pikërisht në këtë javë, nëse duam të nisim ose të bëjmë takime, do t'i bëni takimet ditën e hënë, ditën e mërkurë, ditën e hejte, që janë ditë shumë të mira dhe jo vetëm kaq, por ka të bëjnë dhe me një çështje takimi i veçantë, sepse ajo që mos e harroni të ditën e hënë në asnjë mënyrë, sepse do t'ju ndihmojnë për lidhje të veçantë, sepse më Jupiteri shkon në gafore dhe pak a shumë do të ndihet dhe energjia pozitive, por do kenë disa probleme personat negativ që do ndërhyjnë me do mos, sepse dua unë. Mirë, por për këta ka mbaruar, nuk ka shanse, sepse të gjithë njerëzit janë bërë të zgjuar, dinë shumë mirë çfarë duan dhe ku do të shkojnë. Mbi takime që do të bëni, në këto data që unë thash, në këto ditë që unë thash, është më mirë që të bisedoni, po për atë që dini mirë, për atë që nuk e keni të sigurt, e keni marrë si informacion, por nuk dini burimin e atij informacioni, është më mirë të mos ta thoni, sepse ndryshe do të kuptojnë dhe ndryshe do veproni. Në shumë raste, ju jeni në vende kyçe, për shembull në lidhje me punën, në lidhje me universitete, në lidhje me çështje që përbën me ligjin, në lidhje me çështjet e firmosjes, e vulosjes, do jeni shumë të kujdesshëm, sepse dikush ju vëzhgon, do jeni shumë kujdesshëm, sepse në sa raste merrni atë pra që merrni, por nuk ju del. Po të vini re, vini në peshore, punën që bëni, që lodheni aq shumë sa që mbaroni punën e dyjas, nuk keni takatin, mundësinë pastaj të bëni punët e juaja familjare, të shtëpisë suaj, dhe kjo do të thotë koha. Koha nuk ka ngelur kohë, që koha është flori, sepse është për gjëra që ndodhin dhe në atë moment që bëhen. Dhe ai moment ka ikur, nuk kthehet më. Pra, që të keni një ndikim të madh në fushën e punës suaj dhe të keni ecuri, duhet që të keni letrën dhe të keni edhe lapse, duke shkruar gjërat që doni juve dhe dini me lezet të flisni me persona të rëndësishëm që juve keni në punë dhe doni që këta të bëjnë atë që duhet bërë në lidhje me rregullin e punës dhe pagesat, sepse lidhje shumë me pagesat ka pak probleme, por janë të zgjidhshme. Tani, për të gjithë juve që jeni të interesuar për një parashikim të detajuar dhe duke zgjedhur paketën tuaj, kemi pikërisht këtë faqen këtu, e klikoni, e shikoni dhe cila nga ato paketa juve ju intereson, e shikoni me detaje dhe më pas, pasi e keni pëlqyer dhe ju intereson juve ai parashikim,
jeni gati pastaj për të folur bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype. Për juve që doni që në kohën që ne jemi live dhe doni që të dërgoni një mesazh dhe si mund ta dërgoni atë mesazh, kemi këtë butonin këtu. E klikoni, e shikoni në detaje, butonin e zgjidhjes, të gjitha dhe më pas e keni parë dhe vetë, sepse do kemi shumë aktivitete planetare që do të thotë kemi një hanë të re, kemi disa planete, kemi Jupiterin që futet në gafore, do flasim dhe për shumë gjëra të tjera, ku do t'i flasim këtu dhe në kohën që ne jemi live, ju e dini shumë mirë, merrni përgjigjen live nga sa më sa. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Do fillojmë me një shenjë zjarri, me një shenjë ndryshimi dhe kuptimi, që do të thotë shenja e dashit. Përsa për shenjës së dashit, dashi duket se ka marrë nga puna e vet, nga djersa e tij që ka arritur aty ku dëshiron. Dhe tani është dhe do të bëj një hap para më lart përsa përket punës. Kjo javë intereson dhe shumë madje për të bërë ndryshimin. Dhjetëdiqi i dytë, që është shumë e rëndësishme ajo që kërkon të bësh, ka një ndikim mjaft të madh në lidhje me atë çka flitet, atë çka thoret në anën e punës, sepse tani për tani ka diçka që mund të themi me bindje të plot në anën ekonomike, në lidhje me punën, në lidhje me karrierën, në lidhje me ndryshimin e madh që nga ndonjëherë mund të jetë momentale, por ai ndryshim që do bëni, ose në role drejtuese, ose në punë të re, është e mundur. Dhjetëdiqi i parë që do ketë ndikime në lidhje me çështjet e ligjit, sepse tani është koha për të parë dhe vënë pikat mbi çështjet ligjore, mbi problematikat që ndodhin në kohra të ndryshme. Është pikërisht ky moment, është pikërisht kjo mundësi ku tani të zgjidhen gjërat sipas dëshirës, sipas mundësisë dhe korrektësisë suaj. Juve jeni korrekt nga të gjitha gjërat që doni të bëni. Jeni korrekt me punën, jeni korrekt me atë çka keni dhe jeni në fushën e biznesit. Disa mundësi që keni pasur para disa kohëve dhe u ndërprend një arsye apo për tjetrën për keq kuptime, vjen prapë del në dritë. Dhe kjo është e drejta juaj dhe fitoni drejtësinë tuaj në fushën e ligjit. Të tre dhjetëdiqët kanë në fushën e anës sentimentale, edhe pse kanë pasur disa çështje problematike, disa gjëra që zorse mund t'i rregullonin dikur, por tani ka ardhur momenti dhe koha që gjërat i zgjidhin sipas mundësive dhe dëshirës së tyre, sepse është një kohë tani, është koha më e artë mund të quhet me bindje të plot, është koha më e mirë që quhet që është dhe momenti, është edhe periudha, sepse i keni të gjitha mundësitë e zgjidhjes së problematikës dhe momentit të artë që keni. Çështjet që lidhen me anën e punës, lidhet me karrierën, lidhet me vendimin e rëndësishëm që mund të merrni tani tutje. Është mjaft e rëndësishme kjo periudhë dhe gjithmonë jeni një hap para asaj që thotë. Nuk e diskutoj, nuk e vë ndryshim për punën dhe karrierën, por njëkohësisht keni dy shanse dhe dy gjëra pozitive, dhe kjo do të thotë e para është sepse ajo punë që juve do të merrni, do dili pension dhe ta garantojmë atë punë që do mund të merrni, atë punë që ju takon, jo punë se punë ka shumë, po çfarë punë është profili juaj. Dhe kështu që në fakt në farë mënyre, edhe pse juve keni të drejtën tuaj, jeni pak nevrik, por nevrikët marrin punë. Ata e din firmat e mëdha që marrin shenjë dashit në punë. E din shumë mirë se dashët janë shumë korrekt dhe nuk janë që të qahen në gjëra, domethënë, po nuk e bëj këtë, se bëj këtë, kam këtë, po kam atë. Janë të punës edhe din se ku shkojnë. Prandaj në role drejtuese janë të shumë që janë shenjë dashit dhe dashi gjithmonë ka ndikimin e madh në fushën e dashurisë, sepse lidhjet afatgjatë në fushën e dashurisë
jo për të bërë qefin për të mbush me minutazhin, por kanë një mundësi të artë tani ta shfrytëzojnë në maksimum, sepse është ajo çka kam, ajo çka dua, ajo çka më përket mua, thot Dashi, që lidhjet afatgjatë që kanë bërë janë me peshore, imagjinoni një dash shenj zjarri dhe një peshore shenj ajri. Ka një mundësi shumë të madhe, një mundësi shumë të artë në këtë drejtim. Dhe është pikërisht kjo periudhë duket se ndikon, favorizon në gjërat më të mëdha madhore që mund keni. Lidhje që kanë bënë në lidhje me udhëtim me bashkim familjar, kanë bënë me bricap ose me gafore, që është diçka shumë e madhe për ata që ndodhen në Gjermani, në Francë, në Angli për shembull, kanë ndikime fantastike për sa i përket edhe dokumentacioneve, se me ligjin që do përfitojnë, me disa gjëra të reja që do të ndryshojnë, janë shumë të fituar. Prandaj është mirë që të rishikojnë këto gjëra këtë javë, sepse javën tjetër do bëhen edhe gjëra të tjera, do keni edhe shumë gjëra të tjera që do jenë më fantastike. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar, prandaj vijnë gjërat aty ku duhet. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë toke, një shenjë inaçore, por punëtore, që do thot demi. Për sa i përket shenjës së demit, demi duket se tani ka ardhur momenti për sa i përket ndryshimeve të punës së tyre, sepse lidhet me ndryshimin, lidhet me disa punë të reja, me disa takime që do bëhen tani tutje, takime rutinë, sepse demi është mjaft i punës, por irritohet shumë kur nevrikoset, kur e pa drejta humbet në pluhurin e të tretëve që kërkojnë që të mos zbardhen disa gjëra, por vjen momenti tani që është dhe koha, për disa do jetë pak e vështirë që të gjenjë zgjidhje për sa i përket padrejtësive që bëhen dhe janë bërë, por për disa do jetë një lumturi e madhe ku ata do përfitojnë në këtë aspekt. Presupozohet që ka të bëjnë me anën e financave, ka të bëjnë me ekonominë, ka të bëjnë me gjëra që lidhen në fushën e karrierës, lidhen në fushën e biznesit, por gjithashtu në lidhje me biznesin, edhe pse tani është momenti i duhur, është momenti i duhur për takime, është momenti i duhur për vendime, është momenti i duhur për anën ekonomike dhe financat, edhe gjërat e tjera që do të diktojnë në këtë periudhë, ka të bëjnë shumë me anën e punës dhe jeni shumë korrekt në këtë drejtim. Dhe kjo është korrektësia juaj që ju mban gjallë. Kjo është ajo çka juve keni, sepse gjithmonë jeni të dhënë mbas ekonomisë, gjithmonë jeni të dhënë mbas punës suaj, mbas karrierës, dhe kjo bën mirë tek juve, sepse nisni një udhëtim të ri në punën tuaj, edhe pse do merrni në rolin drejtues, do bëni pa kujdes me rolin drejtuese, sepse ndryshe mendoni, ndryshe veproni, vjen një moment që pse ndodhi kështu, po nuk ndodhi ashtu, jam në gjendje të përgjigjem çdo lloj kërkese problematike ose, por ana tjetër është më e mirë e mundshme, sepse duket që juve i keni të gjitha mundësitë për të zgjidhur problematika të ndryshme, për të zgjidhur çështje të pazgjidhura, dhe koha ka treguar që juve jeni me fat. Po, jeni me fat. Dhe fati ditë të shkruaj, lapsi ditë të shkruaj, dhe shumë gjëra të tjera që juve do dini të fituar në këtë aspekt. Në fushën e dokumentacionit, ju që jeni në vendet juridike, ka të bëjnë pak koha kur juve keni aplikuar, për shembull keni aplikuar para 1 muaji, 2 muaj, dhe sepse kanë të vende juridike, vende aziatike, vende që janë pak më të ndikuar në këtë aspekt për dokumentacione, por vjen një moment tani, i bie ky muaj është shumë i mirë në fakt për të rishikuar dokumentacionin, dhe është një moment shumë i mirë tani, dhe kjo mund të ndikojë tek juve, sepse është koha dhe momenti më pozitiv, më perfekt që ndonjëherë në anën e punës dhe të karrierës. Ndryshimi më i madh ndodh tek juve tek ana e ekonomike financiare, sepse me një bisedim që do bëhet, me një burim të ardhësh të dyta që do të keni, diçka e madhe mund të ndodhi në fushën tuaj të karrierës suaj, edhe është në momentin më mirë mundshëm, është edhe koha që ka të bëjnë shumë me ekonominë, ka të bëjnë shumë me disa ndryshime të papritura kur janë shumë të mbara, dhe është në momentin më mirë mundshëm tani për të stabilizuar ekonominë tuaj, për stabilizuar
çështjet madhore, financiare dhe të biznesit. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, një lidhje korrekte. Lidhjet korrekte do të thotë që ka të bëjnë shumë dashuri me akrep të dhjetëdiqit të parë, me luan të dhjetëdiqit të tretë, me luan të dhjetëdiqit të tretë një herë, që është diçka shumë e madhe, është diçka shumë pozitive. Dhe është një moment mjaft i mirë dhe nuk ka nevojë për të provuar, por keni nevojë për të jetuar. Dhe kjo do t'ju bëjë që të ndjeni mirë me veten tuaj, mirë me partnerin tuaj, për ata që nuk kanë një njohje ose një lidhje, sidomos të dhjetëdiqit të tretë, ka një moment tani dhe mundeni që juve këtë javë, sidomos në fillim të javës, kemi një ndikim shumë të madh që do thotë Jupiteri që shkon në gafore ku jep mundësi, jep rëndësi asaj çka juve doni me të vërtet në shpirtin tuaj. Dhe kjo ju bën që juve të jeni korrekt me veten tuaj. Në fundit juve jeni korrekt, keni korrektësinë tuaj, keni ato që juve ju bën të tjetri t'ju doj me ato çka jeni, ato çka keni. Juve sepse nuk jeni, mund ta marrim në zhargonin që neve flasim edhe herë që themi punë e madhe sepse nuk u bë kjo, do bëhet dikush tjetër ose do lidhet me dikë tjetër. Nuk është as lidhje sado që lidhje të bësh. Nëse nuk ke sigur, nuk ka ardhur ora dhe nuk është ajo çka juve prisni ose doni ose keni kërkuar, atëherë nuk mundet që të lidheni. Po kjo lidhje do jetë sepse është lidhje karmike, është lidhje që ndikojnë shumë dhe arrin aty ku dëshironi. Prandaj me akrep dhe me gafore asnjëherë nuk ndaheni. Edhe pse mund keni debate, pune, debate dashurie, kështu që kjo nuk ka vend për të shqetësuar. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, tek një shenjë racionale dhe një shenjë që mundohet të kursej, por i ikin papritur lekët. Dhe ngel janë dorë lëshuar. Kjo do të thotë shenja e binjakëve. Binjakët duket se tani, edhe pse kanë pasur disa çështje problematike, edhe pse kanë pasur disa çështje që nuk i kanë zgjidhur akoma, por unë them që kjo periudhë është një periudhë mjaft e mirë, është një periudhë ku çdo gjë mund të ndikojë, çdo gjë mund të rregullohet, por edhe pse dhe ngado që mund të vinë gjëra, ka diçka shumë të madhe në fushën e karrierës. Në fushën e karrierës duket se tani, edhe pse disa prapaskena që janë bërë në 13 shkurt 23 mars, 13 shkurt 23 mars, keni pasur disa probleme në ligjin juve të dhjetëdiqit të dytë. Dhjetëdiqi i parë, dhjetëdiqi i tretë është në kërkim të një pune shumë të rëndësishme dhe kjo bën që tani të vi momenti për ta zgjidhur një gjë të tillë, sepse është një kohë shumë pozitive, është një kohë shumë e rëndësishme me punë, shumë e rëndësishme me ndryshimet që do bëhen tani atje. Ndryshimet kanë anën më pozitive të që ndonjëherë dhe korrektësi. Juve jeni shumë korrekt në punën tuaj, jeni shumë korrekt me atë çka jeni dhe çka doni të arrini. Ana financiare, lidhje me biznesin, lidhje me anët e karrierës suaj, të ndryshimit madh që mund keni, momentin që mund keni, ekonomia, stabilizimi, marrja e vendimit të rëndësishëm, koha është e njëjta për punën dhe për ndryshimin. Prandaj juve të shenjës së binjakëve, do keni kujdes juve të dhjetëdiqit të tretë të shenjës së binjakëve, nëse keni për udhëtim mos mu shqetësoni pse mund të kemi një ndikim ose një shtyrje nga mbasditja, por kjo është kalimtare. Mund ndodh diçka e vogël, por kjo do thotë kjo lidhet në ndikimin tuaj kur e keni prerë biletën gjënë, ose do të keni diçka kësaj natyre, por nuk ka vend të shqetësuar këtu se vetëm nëse keni prerë mbasdite, është për mbasdite, keni prerë mbasdite në atë kohë, por të mbasdite tani të hënës nuk ka problem. Por nëse është prerë dikur për shembull ditën e njëjtën e kaluar dhe do të thoni për të hënën, nuk ka një vend në diçka, por mos u shqetësoni edhe nëse nuk humbisni asgjë. Prandaj ju paralajmëroj, ju them, mund mos ndodh asgjë, sepse gjërat ndikojnë kaq shpejt me sekondare që nuk ka problem fare për të shqetësuar këto.
por gjithsesi, jeni të kujdesshëm të vëmendshëm për gjërat që doni të bëni në fushën e karrierës. Kurse në fushën e dashurisë të 30 vjeçët ka një moment të artë, dhe unë e them të madhe, ju bëni si do e barzemës tuaj, kemi të bëjmë me ujor, kemi të bëjmë dhe me peshore. Për çudi në fakt, shenjat e ajrit, të 3 shenjat e ajrit, që bëjnë një lidhje solide që të arrin majat. Dhe kjo bëhet falë zhuarsisë dhe maturisë ndikimit planetar. Merkuri ka një ndikim shumë të mirë në lidhje me komunikimin, lidhje me ndryshimin, lidhje me vendimin, sepse pikërisht në këtë ditë Merkuri është në shenjën e Gafores. Do thotë në shenjën e Gafores se futet sot. Ditën e hënë, se parashim bëhet 3-4 ditë përpara, jo e keni parë dhe vetë, por do të jem korrekt me juve, sepse e prisni. Në lidhje me anën e ndikimit dhe të sforcimit, sepse disa gjëra janë me sforco, por juve arrini atje ku dëshironi, kështu që nuk ka vend për të shqetësuar këtu. Përkundrazi, gjërat do jenë fantastike në vazhdimsi në fushën e dashurisë. Një kujdes të vogël do bëni me, nëse keni një njohje ju të palidhurit, keni një njohje për shembull me virgjëresh dhe doni ta këtë lidhje ta zyrtarizoni. Mund ta zyrtarizoni, por duhet të shikoni dhe të masni hapin tuaj, të kuptoni, jo të nxitoni. Dhe kjo është diçka shumë e madhe që do të ndikoj në fushën e anës sentimentale. Do shkojmë te një shenjë tjetër tani, do shkojmë te një shenjë uji, te një shenjë që flitet shumë, për fitimet e veta, për kohën e vet, për lodhjen dhe sikletosje që kanë pasur kohë përpara, dhe erdhi momenti i tyre, që do të thotë gaforja. Për sa përket gaforeve, unë uroj gafore dashura këtë javën më të lumtur të jetës suaj, për një mirë arsye. Sepse po ta vini re gaforet dhe do më shkruani ju lutem në inbox, cila nga gaforet që ka pasur probleme me ligjin, ka pasur probleme me punën, me padrejtësitë që janë bërë gafores, në 3 muaj nga janari deri në mars, se në prill filloi të marrin pak veten, në maj dalin drejtat mbi sipërfaqe për disa, siç thash fillim, që nuk ju pëlqen kjo e drejtë, dhe pikërisht tani është momenti më i lumtur i juaj. Miqtë e mi të kësaj shenje, të 30 ditë që pa ndar asnjë sekond nga dita, nga java, nga vazhdimësia. Çdo gjë që keni, rishikojini, se është një moment shumë i mirë, një herë në jetë vjen një fat i madh. Fati i madh është fat edhe një diçka që prisni për shumë kohë, që në kadastër për të marrë tokën tuaj. Po kjo duhet të thotë që vjen tani, po mirë, unë do e merrja. Po do e merr për kur? A mund të merr vetëm për disa që ja thon 31 gusht apo në 32, nuk e merr. Po kjo kohë do thotë lëvizje, pra nuk ka 32, po fjala vjen për flasë. Se thoni harroj Jorgo, s'ka mujë me 32. Dhe ç'a ndodh? Momenti që keni tani, nga kjo javë, nga data 9, 10, 11, 12, ka diçka shumë të madhe. Prandaj bini pas këtyre ditëve. Keni probleme me dokumentat, sidomos në fushën e punës. Por ju keni që me pa të drejtë në vende kyçe, siç janë doganat, siç janë aeroportet, siç janë ku diun, dhe fitoni, nëse keni me çështje gjyqësore ku diun, e fitoni drejtsinë tuaj. Dhe kjo është ajo çka ju bën, është një ndikim shumë i madh. Ose mund binu i ti, mund t'ju marrin telefonet dhe ju thonë tuk. Dhe kjo ndodh. Por dhe kjo është diçka e mirë për juve, dhe pse jo, unë mund të them me bindje të plotë, sepse keni pasur shumë probleme nga më të ndryshme. Dhe kjo bën tani që juve t'jeni korrektët, t'jeni sa më korrekt me njëri tjetrin në punën tuaj. Por juve që doni të hapni një punë të re dhe jeni në pritje ku qysh çfarë. Po, është një mundësi, po e keni mundësinë e zgjidhjeve të problematikave. Momentet të kyçe, sa momente të ndryshme që mund keni në fushën e karrierës suaj, në fushën e punës suaj, vjen një moment tani, një kohë e përshtatshme mbi zgjidhjen e konflikteve dhe problematikave. Ky moment që është tani, kjo periudhë që keni tani, është periudha më e mirë e mundshme e stabilizimeve dhe e konkretizimit të gjërave të mëdha. Disa momente
momente pune, sado që mund të jenë problematike, sado që mund të jenë disa konflikte mund të keni pasur, por këto gjëra vjen në një puzzle dhe mbyllet një cikël shumë i madh, dhe ky është një cikël shumë pozitiv tani atutje, ku do t'i zgjidhni gjërat sipas dëshirës juve keni. Dëshira juaj që të mbyllni çështjet, po do t'i mbyllni, sepse juve nuk rini as një sekond. Prandaj nuk ju duan shumë juve, se jeni shumë gërricës në të mirën e fjalës, sepse kërkoni familjen, kërkoni rregull, kërkoni gjëra. Ne kushtet e tjera duan dal ku dal, punë e madhe do vi dhe për nesër. Nuk e din se mbaroj sotshmja, jo për nesër, se nuk të pron. Por gjithsesi juve keni mundësi të art mund ta realizoni siç dëshironi. Në fushën e dashurisë, edhe pse keni pasur disa problematika të vogla, lidhjet me ujor të vitit të parë, lidhjet me britsjap një herë, shkoni në martesë. Po, shkoni në martesë. Është momenti dhe mundësia. Është koha më e mirë e që ndonjëherë, edhe pse jo mund të bëni ndryshimin e madh. Dhe kjo bën që juve ti keni mundësi të mëdha, sepse nganjëherë nuk mund të jetë ajo që dua që të bëj unë gjëra ku di unë madhështore, që nisi një pallat amor prej nate. Nuk ndodh. Por do keni gjëra tjera që do të keni në fushën e dashurisë, do arrini majat me të dashurin apo të dashurin tuaj, bashkim familjar, juve keni në diasporë, në Itali për shembull, për televizor në Itali me vend tjetër. Po, por juve që jeni pak a shumë në dilema, rini aty se jeni mirë. Vijojmë tek një shenjë radhës, tek një shenjë zjarri dhe një shenjë e mundësisë dhe e të papriturve. Që do të thotë luani. Të papriturve pse? Të papriturve ka të bëjnë shumë komunikimi, vazhdimësia, dhe kjo do të thotë që për luanët, sepse luanët janë dinë çfarë duan, edhe pse janë pak a shumë në dilemë për nisma të reja të punës së tyre, por unë ju them mos mu shqetësoni fare. Sepse keni mundësinë tuaj, keni momentin tuaj për të zgjidhur gjërat aty ku doni ju. Dhe gjithçka çështjet që të mundsojnë për punën, të mundsojnë për karrierën, të mundsojnë për një takim që mund bëni, tani këto ditë janë ditë shumë të mira. Prisni jeni në takim ju, por ju që merrni me tregti, gjithçka që lidhet me tregtin, ka të bëjë shumë. Do jemi pak të vëmendshëm sepse mund kemi një ndikime çështje kompjuterike për shembull, ose diçka të natyrës, por kjo nuk vlen për kush e di, se mund ndodhi diku dhe nuk do thosë parashikim. Por gjithsesi, në blerje të tilla do shikoni pak, nëse merreni me gjëra të reja, shikoni kuponin ose dokumentin, sepse do t'ju duhet për diçka tjetër. Në çështje që kanë të bëjnë me një mundësi art kjo, që do të thotë ekonomi, do të thotë vazhdimësi, sepse edhe diçi dytë është i pari dhe i treti, sepse gjithmonë thoni që përmend vetëm të dytin të tretin, ose përmend vetëm të parin, po të dytin të tretin. Kur nuk e përmend 10 diçin, do të thotë që nuk ka diçka për të shqetësuar, ose diçka të re, ose diçka problematike. Pra është drejt stabilizimit. Pra ta kuptoni këtë gjë. Por gjithsesi, edhe pse kjo periudhë është një, ka mundësinë, rëndësinë, ndryshimin, vendime që mund të merrni, dhe është koha më e mirë e mundshme mbi zgjidhje të konflikteve të vjetra, mbi zgjidhje të problematikave që mund keni pasur dhe jo vetëm. Meqense tani për tani është një moment që ka zgjidhje për sa përket punës suaj, ka zgjidhje përveç asaj që juve mund të dëshironi të rregulloni gjërat, dhe vjen një moment tani, dhe kjo do të thotë që po është një periudhë mjaft e mirë, është një periudhë që koha ka treguar që çdo gjë mund të shkojë mbar, çdo gjë mund të arrihet fal suksesit tuaj, fal korrektësisë suaj, sepse jeni shumë korrekt me atë çka doni të bëni, dhe momenti që keni tani janë momentet më të mira të mundshme në fushën e karrierës suaj dhe në shitje. Nëse keni ndërmend një bashkëpunim me firma të mëdha për shitjen e një objekti ose diçka tjetër, unë do t'ju thosha
rishikojeni dhe njëherë, mos u nxitoni, sepse ju shtynë në nxitim, dakor, njeriu mund të ketë hall nga halli e shet jo nga malli, po unë ua them ju bëni si do e barazëmës tuaj, sepse kërkohet pak kujdes në këtë drejtim. Mbi çështjet dhe arritjet që keni për shembull punës ose të çështjeve të mëdha financiare të biznesit, kohës që keni, momenti që juve ju jepet tani e tutje, por është mundësi shumë e mirë mbi zgjidhjet e punës suaj, mbi zgjidhjet e korrektësisë suaj, se jeni shumë korrekt me punën, jeni shumë korrekt me ndryshime të mëdha që do të keni tani e tutje, por kjo është një periudhë mjaft e mirë sepse kjo periudhë do të ndryshojë fati juaj lidhje me disa çështje pune, disa problematike që keni pasur me ligjin, por kjo është kalimtare problematike, dhe di që tret pak më të mëndshëm, por luanët në fushën e dashurisë, do thotë lidhjet ose njohjet, mund të keni, luan ujor, luan binjak, është një lidhje pozitive, do të thosha, për ju që jeni në diasporë, bashkëngë familjarës me akrep, por keni kujdes se akrepët janë pak kokë shkret, me të drejtën e tyre në fakt, por e kanë këtë. Por gjithsesi në vija të përgjithshme është një periudhë shumë e mirë dhe tepër pozitive dhe shumë ideale mbi vendimet dhe ndryshimet e mëdha që do të keni tani e tutje, kur është koha më mirë e mundshme, është momenti më mirë i mundshëm mbi stabilizimet dhe ndryshimet që do të keni tani e tutje. Vijojmë tek një shenjë toke, tek një shenjë mundësie dhe një shenjë që nuk do kompromis, që do thot virgjëresha. Për virgjëreshat, duket se pse nuk bën kompromis. Virgjëresha thot, di çfarë dua, di ku shkoj, ajo punë që më është dhënë e kam kryer me sukses. Kërkoj të drejtën time. Pala tjetër thot, kjo nuk është kështu që thua ti, por do presësh sepse është diçka tjetër. Kemi rënë dakord për diçka tjetër, që do thot një punë që nuk është në kontratë, por shkruhet disi. Atëherë, prandaj nuk bën kompromis, thot që më jep të çfarë kam bërë dhe përflasin për gjëra të tjera. Kjo është virgjëresha. Ngadonjëherë, ata që thonë që virgjëreshat janë si aromat e mira në shishe të vogla, ka të bëjnë këtu dhe nuk asnjë gjë s'bëjnë. Nuk kompromis, as në fushën e punës, as karrierës, as dashurisë. Nëse duan të ikin diku, sado që ti mbash, edhe tu ngresh rrogën, edhe ti thuash që bëj këtë rol drejtues, po ju tek virgjëreshë që do thot unë do lëviz, more qielli me tokën bashkohet, nuk ka shanse të kthehet mendja. Vetëm po ju kthy vet. Ose krijuesi që na ka krijuar. Ndryshe, më tepër të cituar këtë, e ka Rediçi i dytë në shenjën e virgjëreshës. Meqense virgjëreshat janë shumë përpara për të qenë në këtë kohë, kanë shumë gjëra pozitive në farë mënyre dhe kjo është një periudhë që vërtet jep mundësira dhe shumë madje, kanë kërkesë llogarie të fortë, kanë gjëra që ndikohen dhe stabilizohen në një farë mënyre në anën e tyre. Është një moment shumë i mirë stabilizues, konkretizues për gjërat konkrete të punës, të karrierës, të çështjeve të mëdha që mund keni në lidhje me punën tuaj aktuale, por është njëkohësisht diçka shumë e artë për juve, sepse me një udhëtim apo disa dokumenta për juve që jeni në Amerikë për shembull, dhe prisni dokument dhe për të marrë familje, virgjëreshat e kanë këtë. Do më kujtoni dhe shikoni. Atëherë do kujtoni e do më shkruani në një boks në kohën që do ndodhi ky fenomen. Është diçka e papritur për ja. E them me kënaqësi të madhe se ngadonjëherë duhen vite të nisish diçka që ta bëtisësh kudo ti. Është pikërisht ky moment, ka ardhur ky moment. Ose duat veten në filan zyrë të mbaroj një punë time, të dasur në bashki, në ku diun. Është momenti, aty që të sjell momenti se sjell gjithë viti. Prandaj bini pas kësaj, sepse është diçka shumë pozitive për virgjëreshat,
për mbyllur çështjet e pambyllura. Një çështje ligjore për shkakun që ka pasur Virgjiresha, ka pasur me pasurinë dhe shtyrë mbas shtyrje. Mirë po, disa të zgjuar kujtojnë se ja hedhin Virgjireshës. Por ju them, Virgjiresha është shumë herë më e zgjuar se sa juve që kuptoni që hajde të bëjmë një ide. Ka janë ata mashtruesës ordiner, them unë, mashtrues kështu domethënë që apo doli. Kap çat kapësh, mesat masht. Por gjithsesi, për juve është diçka shumë e madhe me themi të shërbësisë së Virgjireshës dhe është e koha tani për zgjidhur problemin tuaj. Prandaj bini pas, sepse është një moment fantastik. Në fushën e dashurisë jeni pak fajtor. S'kam çu them sepse jeni, se merreni me punët, merreni me gjëra të mëdha dhe lini gjën e së ardhmes të jetës mbrapsht. Atëherë bini pas me peshk, me binjak dhe me shikjetar. Mos e lini mas dore. Sepse me peshk dhe me shikjetar shkoni në altar. Është një moment mjaft i mirë në lidhje me ndryshimet që do bëjnë. Dhe kjo është një periudhë që rrallë herë qëllon, një 3 vit mund qëlloj për shkakun, që të ndodhin gjëra të tilla ku janë të realizueshme, janë më pozitive. Dhe kështu që është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv. Do shkojmë në një shenjë tjetër tani, do shkojmë në një shenjë ajri, në një shenjë me pozitivitet, një shenjë që është kripa dhe piperi, është shija e jetës, është shija e momentit, që do të thotë peshorja. Përsa për këtë peshoreve, peshoret duket se tani, çfarë ndodh? Ndodh që ka, për të thënë shumë gjëra, nuk e vën dyshim përsa për këtë peshoreve. Dy gjërat kryesore që ka të bëjnë me punën aktuale dhe në të njëjtën kohë me shitjen e një biznesi ku mbase kanë plane shumë afatgjatë për t'i zgjidhur këto gjëra, dhe vjen një moment shumë i mirë tani. Dhe shpikërisht kjo kohë, shpikërisht kjo periudhë, ku gjërat të zgjidhen vetvetiu. Dhe ky është një moment i artë në fushën e karrierës, është një moment i artë në ndryshimin e madh që vjen, dhe të gjitha gjërat e tjera vijnë gradualisht nga koha, nga momenti, nga mundësia, zgjuarësia e çdo personi që ka, por juve do i bini pas një pasuri ose një ndikimi shumë madh që mund të keni pasur më përpara në lidhje me diçka e vjetër, dokumentacion ose çështje testamenti që e ka peshorja dhe ju nuk e ka lënë pas, por nuk ka pasur kohën dhe momentin, nuk ka gjetur njeriu i duhur. Shikojeni pak si opsion të javë, se bodhi jeni lodhur në fakt, se ka të bëjnë me shtetet e kohën e vjetër. Dhe kjo mund t'ju dali dhe mund t'ju dali për të mirë. Ju shikojeni dhe njerë këtë gjë, ose e keni zbuluar, por nuk po gjeni do se si ta juve të përfitoni, dhe mund t'jeni shumë vlezër, mund t'jeni kushuri, mund t'jeni kudion, por diçka do merrni nga hiçi. Dhe kështu që bini pas kësaj gjëje, sepse është diçka e mirë, është diçka pozitive, me sa duket që ka të bëjë dhe me një vlerë parash nga një shitje që është bërë dhe juve e keni një të përfituar këtë gjë, dhe është një moment shumë i mirë, është mjaft pozitiv dhe mund ta e arrini dhe mund ta përfitoni. Duke pasur parasysh të 30 ditë që të kanë këtë gjë, mundësi që do t'ju jepën për ju që keni për bërë aplikime ose keni një problem me ligjin në Gjermani, peshoret janë në Gjermani, apo në Angli, duket se tani do gjenet një zgjidhje me pa avokat, por është e drejta juaj kjo, sepse kjo e drejtë në fund. Një padrejtësi që është bërë nga personat të tretë, jo direkt tek juve, juve fitoni përfaqësinë. Peshoret gjithmonë janë zemërgjër, nuk janë zemër ngushtë, janë të dashur, sepse dashurojnë. Janë drejt për së drejti, sepse nuk gënjejnë dot. Dhe kanë disa gjëra të mira në anën tjetër, edhe pse shenjë ajri,
por ka një mundësi tani që rrethehen drejt për së drejti dhe duan të drejtën e tyre dhe këtë e marrin. Fushën e dashurisë, momentet më të mira, miqtë e mi të kësaj shenje, mundohuni që me dash, me pesht, është diçka shumë e madhe, që mund të ndikojë. Kurse me pasardhës, është me luan, nëse prisin diçka të tillë, është një kohë fantastike, është një kohë mjaft e mirë, shumë pozitive, për të zgjidhur gjëra të paditshme, për të zgjidhur atë çka doni dhe keni, për të zgjidhur atë që ju doni dhe të veproni. Momenti dhe koha, që është mjaft e rëndësishme, për sa përket punës suaj, për sa përket asaj çka keni dhe jeni, asaj çka doni të keni. Dhe mundet që gjithçka të ndodhi dhe të realizoni, mundet që çdo gjë të vijë ashtu siç juve e keni piketuar në jetën tuaj. Dhe është një moment shumë i mirë, është një moment mjaft pozitiv, korrekt. Dhe kjo është ajo çka bën me korrektësinë çka do juve të keni në jetën tuaj dhe një gëzim shumë i madh në familjen tuaj, po, mund ta merrni shumë shpejt dhe do gëzojnë familja juaj, por ju jeni larg tyre, larg syve tyre. Dhe kjo do jetë një gëzim shumë i madh. Do më kujtoni, do shikoni shumë shpejt ndodh kjo gjë. Tani do shkojmë tek një shenjë tjetër, një shenjë që në aparencë duket e vështirë, nevrike, por është mjaft ideale për punë dhe shumë e drejtë dhe e nderi që bën që s'ta përmend kurrë. Kjo do të thotë akrepi. Akrepët kanë disa gjëra që duan të mbyllin tani. Po çfarë? Në lidhje me punën, kanë pasur shumë problematika të ndryshme. Lidhet me karrierën, lidhet me gjëra që vërtet ata duan të bëjnë diçka të madhe, nuk e bëjnë dot. Vërtet ata duhet të nisin një punë të re, nuk e bëjnë dot. Të gjitha këto mblidhen një herësh dhe mundësitë, kur jepen mundësitë, se do t'ju jepen disa mundësi tani, kur është një moment shumë herë më i artë, më pozitiv, nëse do të themi kështu, e keni tani. Prandaj, mos mu shqetësoni fare. Pikërisht kjo periudhë, pikërisht kjo moment, është momenti më i artë juaj për të zgjidhur çështjet e pazgjidhura. Njerëzit mund të flasin shumë, mund të bisedojnë, mund të ndryshojnë, mund të kompromentojnë, por akrepi është gjithmonë në qendër të vëmendjes për zgjidhjen e punës së tyre, për zgjidhjen e disa konflikteve. Dhe një moment që është tani, është një moment shumë pozitiv dhe periudha që të tjerët kanë një juve jeni nevri sepse xhelozon dikush me pa drejt. Mirë po vjen një moment tani që juve keni të gjitha mundësit, keni të gjithë kohën në dispozicion për të arritur në finish. Dhe jo vetëm kaq, por është një moment i artë për sa përket zgjidhjeve të problematikave të ndryshme dhe kohës suaj për të arritur atje ku dëshironi. Meqense ndikimet që kanë të bëjnë, momenti që vjen tani e tutje, nuk ka vend për të shqetësuar sepse i keni gjërat në vijë dhe një blerje që do bëni është në anën tuaj dhe kjo do të thotë që po, është koha dhe momenti më i mirë i mundshëm i qenë ndonjëherë në fushën e karrierës suaj. Bëni një nder, nuk ka përmend dikur. E keni këtë, të tjerët e dinë, po nganjëherë e marrin dhe për sa përket se ka dhe për ne jep. Ai di si ti shpenzoj, po nuk është se ka dhe të jep sepse të respekton. Por juve dikushi juve e flasë në gjuhën ata që bën një nder dhe a përmend 100 herë. Kurse disa e thonë në mënyrë tjetër. Është diçka falënderim. Asgjë tjetër më shumë, sepse dikush e di çfarë bën. Por gjithsesi, koha ka provuar që çdo njeri e bën për vetën vetë dhe e vlerëson dikush tjetër që e ka sjellë në tokë për të dhënë letër me vlerë për të jetuar
Dhe kështu që ky është krijuesi, prandaj neve duhet jemi jo vetëm ta dim, por të respektojmë njëri tjetrin, të respektojmë gjërat e brendshme të padukshme, ato që nuk duken, të respektojmë, atë japim diçka nga vetja atë nëse kemi mundësinë, kjo është e padukshme, e pareklamuara. Por gjithsesi, dashuria duket se për sa përket akrebëve, akrebët duket se kanë bëjnë akrep dem, akrep luan njerë, bëhet në ami po. Dhe akrep ujor për ata që nuk kanë një njohje, për ta këtë lidhje serioze, që është një diçka shumë madhe, është diçka shumë pozitive, madje dhe kjo periudhë është një periudhë që do të mbahet mend gjatë në fushën e karrierës, në fushën e biznesit, në fushën e ndryshimeve të mëdha dhe jo vetëm. Prandaj bini pas këtyre gjërave, sepse do jeni të fituar, do keni mundësinë, do keni rëndësinë e veçantë duke filluar pikërisht në këtë ditë në fushën e dashurisë, sepse juve jeni në klubin e të fituarëve, sepse ka të bëjnë shumë me familjen, ka të bëjnë shumë me udhëtimet dhe juve jeni pozitivisht, sepse ndikoni shumë të shenjat e ujit, pra siç e thash, që janë të shenjës ujit të ndikimit të madh, kanë megaforët, akrepët apo peshqit, por jemi të akrepët, dhe akrepët e kanë një mundësi të tillë, prandaj bini pas, mos ma lini pas dore. Tani do të shkojmë tek një shenjë ku gjërat e papritura bëhen të ditura. Ekonomia merr vendime të rëndësishme për të zgjidhur çdo problem që ju vjen. Dhe një surprizë shumë e madhe e pune e kanë dhe këta janë shigjetarët. Për shigjetarët, surprize, fillojmë nga fundi. E ka një surprizë sepse dikush ju ka vëzhguar mirë, ju di kush jeni dhe çfarë mund të bëni. Kjo do të thotë punë, ju mund ta merrni edhe sikur nuk keni nevojë, për shembull disa nuk e kanë nevojë shigjetar, jo gjithë gjithë botën kanë surpriza, Por surprizë mund të qoftë dikush që e pret diçka dhe e merr me vështirësi të madhe, po i vjen pa vështirësi dhe me të drejtën e vet. Sepse gjithmonë kjo asnjëherë nuk humbet. More sa do të bën, gjithçka të ndryshojë, more edhe në Mars po të shkojë, prapë do jetë. Dhe kjo bën që gjithmonë shigjetarët të jenë dhe të kryesojnë në krye të listës në fushën e biznesit, në fushën e karrierës. Me lekët nuk themu se i harxhoni shumë ju. Gjithmonë derisa të dalë fundi i xhepit edhe të dali direkt kështu pas ka lek më. Ato e kuptoni se s'keni. Jeni dorë lëshuar, s'kemi ç'i bëjmë. Shqiptarët kanë lindur kështu. Në gjithë globin, Mos kujtoni se edhe juve që kujtoni se keni lek, nuk keni, jo. Edhe sado që të merrni 3 rroga. Prish këtej, jep në shoqërinë këtej, se jeni të komunikueshëm, s'keni ç'i bëjmë tani. Edhe pastaj vjen puna. Po tani s'kam dhe ndonjëherë se ju vjen dhe zor juve, kur prishin shumë, edhe do shkoni jeni një sebep. Dhe s'ke ç'i thua. Dhe prapë din ç'a duan. Dhe prapë arrin aty ku duan. Po është për të habit fakt. Ai shumë prishin juve, ai shumë ju vinë, po. Mos ju shenjat të tjera, se ju shenjat të tjera keni pak rregull, po gjitha pak a shumë shenja të ndikohen në këtë periudhë, po meqenëse shigjetarët janë në shenja të zjarrit, por janë dhe pak më të ndikuara në fushën e karrierës dhe të ekonomisë, prandaj dhe them këtë. Por gjithsesi, me dashje pa dashje, gjërat rregullohen, stabilizohen. Ka 1 milion mënyra për të zgjidhur një çështje të pazgjidhshme, ka shumë gjëra që mund të ndikojnë në fusha të ndryshme ekonomike financiare në çdo moment mjaft i mirë dhe do të keni dhe surprizat që do të ndikojnë në fushën e karrierës suaj. Por ju keni në diasporë në lidhje me dokumentacionet, nëse prisni diçka, jeni gati të përgjigjeni dhe kjo është një moment mjaft i mirë në lidhje me çështjet ekonomike financiare, ku guvernatori juaj Jupiteri mbas 12 vitesh në për zodiak, në shenjat dhe tani shkon tek Gaforia, tek një shenjë uji. Juve jeni qefli të mirës, por jeni të këqij të vetvetes. Çfarë ndodh këtu? Nëse do t'ju duhet juve të blini diçka që ka një kosto 5 lek,
të njëjtën vlerë që është 5 lekë dhe presupozojmë një cent dhe ai është 13 lekë. Pothuajse dy fishi e kaluar. Pse s'merr tek 5 lekëshin? Ky sendi që bën 5 lekë, ai 13 për një funksion kryej. Atëherë, shikojini pak këto gjëra. Se shumë lekë do prishni, do keni në përduar, por të kenë duk atje ku do shkoj. 10 i 3 do të ketë që kujdes dhe 10 i parë në këtë drejtim. Ana tjetër, aktivitet planetar, përveç ndikimit të Jupiterit, që shkon nga Fore, në datën 10, ditën e martë, kemi dhe ndikimin tjetër datës 11, kur kemi hënën e plot që formohet në boshtin binjak shigjetar. Binjak shigjetar do thotë sepse binjakët i keni përballë. Po të shikoni hartën, binjaku është lart, shigjetari është poshtë, është në një drejtim. Çfarë ndodh këtu? Çfarë do të themi këtu? Kjo hënë e plot mbyll çështjet e mëdhaja që kanë qenë të pambyllura. 1. Ndarjet që keni pasur rregullohen. 2. Njohjet që kthejnë lidhje serioze. 3. Të gjitha këto përbëjnë një ndikim shumë të madh tek juve. Dhe kjo është një mundësi e artë për sa i përket gjërave të mëdha, për sa i përket asaj që juve keni, doni, pretendoni, rregulloni, stabilizoni dhe në gjëra të tjera që do të keni. Është një mundësi shumë e mirë mbi këto stabilizime dhe konkretisht në këto gjëra që mund të keni, dhe është një mundësi shumë e mirë lidhjet, nëse doni lidhja afatgjat, janë me binjak të 10 diqit parë, me peshk të 10 diqit 3 që është perfekta, me vygjëresht të 3 diqit nuk ka rëndësi. Por me qenë se një pasardhës që vjen në jetën e shigjetarit familjes, keni një njohje prej më shumë se 3 viteve, nuk do keni fejes, por do keni njohje martesë. Kjo është diçka shumë e mirë, është diçka shumë pozitive, është diçka shumë ideale. Prandaj është momenti dhe koha më e mirë e mundshme e që ndonjëherë. Nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në këtë drejtim. Kështu që gjërave vini pas se do të dini të fituar. Dhe është një moment shumë pozitiv. Dhe tepër ideal në këtë gjëra, unë sa po thash. Tani, do shkojmë tek një shenjë tjetër, tek një shenjë shumë punëtore dhe role drejtuese, që do thot britsjapi. Për sa i përket britsjapëve, me qenë se britsjapët duket se tani kanë mjaft gjëra në përduar, por duhet që t'i realizojnë ashtu siç ata kërkojnë dhe dëshirojnë. Mirë po, kjo periudhë për britsjapët ka qenë disi e vështirë në mbyllje të çështjeve ekonomike financiare, në mbyllje të disa gjërave që mund mos jenë ashtu siç pritet, por është një kohë shumë e mirë në lidhje me anën e pozicionimit planetar të komunikimit të vendimeve të ndryshime të mëdha që mund keni. Është një mundësi shumë e mirë tani në anën tuaj, sepse lidhet me karrierën, lidhet me ndryshime të mëdha, ndryshime të papritura, se lidhet me punën aktuale, dhe është një moment shumë mirë stabilizues dhe në marrje vendime është të rëndësishme, sepse këtu zgjidhet gjithçka, si në çështje pune, në çështje karriere, në çështje vazhdimësie dhe korrektësie. Këtu është një mundësi e artë për punën dhe për ndryshime që bëhen tani atje. Disa ndryshime që janë korrekte me punën, korrekte me ato çka janë, domethënë, sepse të gjitha gjërat mund të diktojnë në ndryshime nga më të mëdha që mund keni, por është një mundësi tani, një mundësi shumë e mirë, është stabilizuese për punën tuaj. Korrektësinë tuaj vlerësohet, por nëse juve keni mbyllur një punë, një kontratë pune që keni mbyllur për shembull në fund të marsit, disa klauzola që ka aty mund mos ju pëlqej tani që futet në veprim.
keni kohë akoma dhe këtë javë ta rishikoni, sepse është në të mirën tuaj. Dhe nëse juve bëni diçka të tillë, dhe si mundësi dhe si rëndësi, është si kohë që po, është e mundur të ndodhi, ta rregulloni disi dhe ta arrini atë ku juve pretendoni me veten tuaj, keni pasur mundësitë e juaja, kohën tuaj, dhe ky moment ka ardhur tani. Me qenë se ka ardhur dhe do t'ju duhet që t'i rregulloni gjërat, mundoni që t'jeni sa më të qartë dhe sa më pozitiv në lidhje me njerëzit që juve takoni. Keni një të drejtë madhe sepse janë bërë shumë mashtrime ndaj jush, si në punë, si në çështje ligjore, çështje problematike, çështje që keni pasur, por unë ju them nuk ka vend për të shqetësuar. Sepse do ta zgjidhni këtë problem në kohën më të mirë të mundshme që ndonjëherë. Dhe ky është një ndikim shumë i mirë dhe tepër pozitiv mbi stabilizimin dhe konkretizimin e lidhjeve të punës, të karrierës, të ndryshimeve të mëdha. Në fushën e dashurisë, edhe pse megafore keni përballë dhe kjo mund të ndodhë diçka e papritur për juve, se ndikimi i Saturnit me ndikimin e Hënës, që është guvernatori i Gafores, është ajo dhe zhëja. Dhe keni përballë Gaforen, të 30 diçet të shenjës së Bicapit kanë një energji perfekte, pozitive, dhe është një moment mjaft i mirë për stabilizuar gjithçka doni. Por jo gjithçka është vaj, sepse ka dhe ndryshime, ka dhe ndikime, diktime, probleme, por janë të zgjidhshme. Dhe kjo është mënyra se si i zgjidhim gjërat. Mënyra e zgjuar që të zgjidhim sa më mirë, sa më qartë, sa më pa zhurmë të zgjidhet një problem. Është koha më e artë dhe momenti më mirë. Që të nisësh diçka dhe ta betisësh në një kohë që ti ke vënë vetes, atëherë futesh tek arti i të bërit. Mundësia e vepron dhe e rregullon, stabilizon aty ku do. Dhe kështu që nuk është e le pas dore, e dal ku dal. Merr një punë dhe ke një afat kohor një javë, ke çon 3 javë. S'ta ka fajin punëdhënësi. Prandaj juve e keni këtë gjë dhe jeni aty ku doni. Në fushën e bashkim familjar, dashurisë për shembull, që ka të bëjë është me dash, për ju që jeni në Angli ose në vendet e tjera, por në Angli ka shenjë të Bicapit, ka ndikime shumë të mira në lidhje me këto çështje që unë them. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, tek një shenjë ajri, tek një shenjë që pozicionohet gjithmonë përpara, që do të thotë ujori. Përsa përket ujorëve, ujorët duket se tani në këtë periudhë kanë disa mundësi që mund të rregullojnë disi gjëra, por duhet pasur kujdes të mos nxitohen në çështjet e financave, se tani për tani, sado që gjërat ndodhin, mund të keni një mundësi të artë juve të shenjës së ujorit këtë javë, sidomos ditën e hënë, ditën e mërkurë dhe ditën e njëjtë. Duke pasur parasysh një nga mundësitë që jepen tani e tutje, sepse juve keni përballë Luanin dhe kjo ndodh sepse pikërisht në ditën e diel kemi Marsin në Luan dhe ndikimi i guvernatorit tuaj që është Urani në Dem ndodh që takohen në një katërkëndësh që këtu do thotë ju nevrikos disi, por unë të thosha, me qenë se juve jeni kokë fort në disa gjëra, do keni kujdes, mirë është në këtë drejtim, çfarë të bëni, nëse është e mundur gjithmonë. Nëse nuk ndiheni komod për atë që ju kanë ofruar, mund ta lini direkt, pa filluar. Mund të bisedoni që të jeni në kontakt. Dhe koha, momenti, mundësia që të zgjidhet sipas dëshirës dhe mundësisë suaj.
koha dhe momenti, korektësia bën që juve të jeni mjaft pozitiv, mjaft të rëndësishëm në anën tuaj. Pikërisht në fushat të ndryshme të karrierës, të ndryshimeve, të diktimeve, të gjërave të mëdha që keni, nëse doni që të jeni të gatshëm ose të përgatiteni këtë javë, ju ofrohet një punë. E keni të nevojshme, e keni të domosdoshme që duhet ta merrni se s'bën. Po mund ta merrni. Por jo të firmosni. Sepse nëse firmosni, presupozojmë të hënën, ka diçka. Mund të diktohen dhe mund ta provoni pa e firmosur punën. Pastaj bëni çfarë do e barazëmës tuaj, sepse ju e dini shumë mirë, më mirë se unë kur keni në fakt në rolet e punës suaj ose të disa ndryshime që mund keni, sepse do të keni disa mundësi të arta në fushën tuaj, por gjithsesi kjo është një mundësi e mirë, mundësi e artë në lidhje me karrierën, në lidhje me disa ndryshime shumë të mëdha që do të keni dhe momenti më i mirë i mundshëm i lëvizshmërisë madhe që do të keni në fushën e punës suaj, në lidhje me biznesin, lidheni shumë dhe karriera. Për karrierën do thosha tani për tani, në këtë periudhë e keni mundësinë, por ju që jeni në diasporë do bëni ndryshime pune, do shkoni nga një qytet tjetër. Për disa do shkojnë në profilin e tyre. Ju që keni aplikuar për vizë për shembull ose i dokument, është një kohë shumë e mirë tani. Është një kohë shumë e përshtatshme dhe një kohë që mund ta zgjidhni vetë juve me kohën, me mundësitë, me çështjet e rëndësishme që keni, momentin që juve keni, dhe është koha e duhur e stabilizimit ekonomik financiar. Koha e duhur për ndryshuar dhe për marrë vendime të rëndësishme. Është një moment shumë i mirë tani. Në momente të ndryshme, në kohra të ndryshme, çdo mundësi që juve keni dhe shumë çështje të rëndësishme janë në anën tuaj dhe një moment shumë i mirë tani. Për sa përket disa çështje që do të ndryshojnë në anën tuaj, e keni mundësinë e karrierës suaj dhe të takimeve. Meqense për takime pune mund të ndryshojnë disa gjëra dhe ka diçka lidhje me karrierën tuaj dhe kjo mund të jetë edhe shumë pozitive për karrierën sepse ndryshimin e madh që do të keni. Por nuk do të thotë gjë kjo. Kjo do të thotë që është momenti më i mirë dhe më ideal që ndonjëherë. Për sa i përket disa takimeve që do të bëni në fushën e të palidhurit që kanë familjen jashtë dhe janë këtu të marrin familjen. Po është mundësia për shembull që ka bënë me dash dhe me kafore, ose të dashur në tyre ose lidhje me familjen, lidhje dokumentat, mund të bëhet. Është koha juaj dhe momenti më i mirë i mundshëm. Vijojmë tek një shenjë tjetër tani, tek një shenjë uji, ku fati do që të gëzojmë këtë javë, ku 3 javët e kaluara kanë qenë me pak probleme, por të zgjidhshme. E kjo javë është lumturia. Që do thotë peshqi. Për sa përket peshqive, peshqi duket se tani për tani kanë mundësinë e tyre, sidomos dhjetëdiqi i parë i peshqive, nis një rrugtim të ri në fushën e karrierës. Tani kanë për pjesë, kemi që të bëjmë. Peshqit kanë momentin e tyre më të mirë dhe në aspektin e punës, sepse zgjidhjen e një problemi shumë të madh që keni pasur me themi të kësaj shenje, lidhje me ndryshime të mëdha, sepse edhe lidhje me punën ku përfitoni dhe juve se jeni shenja e ujit, ku Jupiteri, planeti i fatit, planeti i ndryshimeve, i takimeve të mëdha që bën në role gjentilmenësh, duket se juve përfitoni në këtë aspekt, që do të thotë mënyra ose mundësia që jepen, sepse ka të bëjë me disa faza të punës suaj, por meqense shkon në gafore, ka një ndikim shumë të madh, pozitiv dhe tepër ideal. Dhe Mërkuri ka të bëjë shumë në këtë drejtim dhe është një moment mjaft i mirë dhe tepër ideal për punën dhe për karrierën, sepse ju keni lindur për karrierë, no? Dhe kjo është momenti
më pozitiv dhe më ideal që ndonjëherë. Kështu që ka të bëjnë në Mërkuri në këtë shenjë që jep mundësi dhe komunikimin juve përfitoni, sepse ke shenjë uji. Kemi në lidhje me Jupiterin në datën 10, pra ditën e martë, ku ka një kuptim shumë të madh kjo gjë, për të nisur dhe për të bëtisur planet që ve keni, dhe jo vetëm kaq, por ka të bëjë edhe shumë me marrëdhënie me punën, marrëdhënie me persona të rëndësishëm që ve keni, dhe për juve që nuk keni krijuar një familje, ose për juve që jeni një njohje, nuk keni krijuar lidhje serioze, për juve që jeni në pritje të disa gjërave të mëdha për të udhëtuar, për të marrë dokumenta, pasaport ose diçka tjetër, keni mundësinë. Në të gjitha shtetet kanë ndikime shumë të mëdha. Parashikimet vlen edhe për Kosovën, Maqedoninë, Malezi, kudo që ka shqiptar në çdo vend të globit, parashikimet vlen që më pyesni shumë në lidhje me parashikimet. Dhe kjo do të thotë që ka ndikime shumë të mira dhe shumë pozitive për ju të shtresë peshqeve. Bini pas, mos e lini pas dore, sepse është një kohë shumë e mirë, tepër e përshtatshme për zgjidhje të problematikave, ose për çështje ligjore, ose për diçka që zorse rregulloheshëm më përpara, por tani është shumë herë më kollaj dhe mund të përfitoni. Në lidhje me dashurinë, lidhje që kanë të bëjnë me virgjëresh, kanë të bëjnë me binjak dhe me shigjetar, duket se jeni shumë të fituar dhe keni mundësinë e artë për të arritur qëllimin. Këto ishin pak a shumë miqtë e mi të kësaj jave, nga data 9 deri më datën 15 qershor të 2025. Por para se të ndahemi bashkë, unë ju rikujtoj për juve që jeni të interesuar për një parashikim të detajuar, atëherë duke klikuar pikërisht tek kjo faqja këtu, atje e shikoni dhe e zgjidhni paketën tuaj, duke zgjedhur paketën dhe numrin përkatës të blerjes, atë ku ju intereson, ku ju përshtatet, shkoni te sekretaria, e klikoni, e shkoni dhe jeni gati pastaj për të folur bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype. Për juve që doni që çdo video që asnjë publikat ngarkon në YouTube, edhe shkoni ta dëgjoni të parë, të shkojnë të parë. Atëherë, duke klikuar tek butoni këtu, siç e shikoni, që keni në ekranin e telefonit tuaj, apo ku juve na ndiqni, e klikoni të gjitha dhe jeni gati për të dërguar mesazhe në kohën që jemi live. Nga unë Jorgo, ju uroj mbarësi dhe vetëm shëndet e lumturi në familjet tuaja. Gjithë mira.